Detajet e reja kanë dalë në dritë nga ngjarja e rëndë e ndodhur pas ditën e së premtes në Vlorë, ku humbi jetën 63 vjeçari Ismail Aliaj. Sipas burimeve nga policia, konflikti që çoi në këtë ngjarje tragjike dyshohet të ketë nisur disa ditë më parë pas një debati në rrjetet sociale. Mësohet se palët ishin përfshirë fillimisht në një përplasje verbale, e cila ka vijuar dhe ka degraduar në dhunë fizike. Viktima së bashku me djalin e tij 24 vjeçar, i cili mbeti i plagosur lehtë, kishin shkuar në rrugën Gjergj Gjeraniti për të përballur me personin me të cilin kishin konflikt, me qëllim sqarimin e situatës. Por debatet mes tyre janë përshkallëzuar në fyerje dhe përplasje fizike. Në konflikt janë përfshirë edhe 2 persona të tjerë, duke bërë që situata të dalë jashtë kontrollit. 3 të rinjt, Angelo Ceci, 31 vjeç, Xhafer Ngucaj, 34 vjeç dhe Eny Hysaj, 23 vjeç, kanë goditur 63 vjeçarin me grushte dhe shkelma, duke i shkaktuar rrëzimin në tokë. Si pasojë goditjeve, por edhe për shkak të problemeve të mëparshme shëndetësore, ai ka ndruar jetë. Ndërkohë, djali viktimës ka marrë ndihmën mjekësore në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas ngjarjes, Angelo Ceci, Xhafer Ngucaj dhe Eny Hysaj janë larguar nga vendi i ngjarjes me automjet dhe janë shpallur në kërkim për veprën penale vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim. Policia sqaron gjithashtu se djegja e automjetit të viktimës, e ndodhur rreth një muaj më parë, nuk ka lidhje me këtë konflikt.